Nuk kanë besue që Prishtina të jetë qyteti mikpritës i lojrave mediterrane, që nuk është vetëm si akt që kanë i rëndësishëm që kanë mbajtur lojrat mediterrane këtu në Prishtinë dhe qytete tjera, por është shumë e rëndësishme që paraprakisht duhet të përgatisim infrastrukturën, edhe me burime njerëzore, ka thyr bariera sporti. Dhe sporti po e përsëris është historia më e mirë në Republikën e Kosovës. Shteti duhet të bëjë edhe më tepër për ndërtimin e infrastrukturës sportive. Sporti është në rrugë të mirë. Sporti është historia më e mirë në Republikën e Kosovës. Le të analizohet nga njerëzit kompetent, por e them me përgjegjësi maksimale që ne jemi historia më e mirë në Republikën e Kosovës. Normalisht përveç medaljeve të fituara, sepse nuk është krejt të medalje. Medaljet janë më të rëndësishme, por është edhe përqafimi i vlerave, të mirëfillta, të sjelljes, qëndrimit të sportistëve dhe të komunitetit sportiv në përgjithësi. Shqeni ne tash kemi për plot refer që referojnë në arenën ndërkombëtare. Kemi delegatë të ndryshëm, por edhe kemi lider të organizatave tona sportive që me sukses janë antar të bordeve në nivelin evropian. Kjo është një trashëgimi si rezultati pikërisht i asaj njohjes. Janë kanë besue që Prishtina të jetë qyteti mikpritës i lojrave mediterrane, që nuk është vetëm si akt që kanë i rëndësishëm që kanë mbajtur lojrat mediterrane këtu në Prishtinë dhe qytete tjera, por është shumë e rëndësishme që paraprakisht duhet të përgatisim infrastrukturën, edhe me burime njerëzore, edhe me burime fizike, do të thotë me infrastrukturë adekuate, me standarde evropiane ndërkombëtare, dhe ato pastaj do të jenë si trashëgimi në vijim për që federatat të bëhen organizatore të kampionate të ndryshme evropiane, por pse jo edhe botërore. Pra, ka thyr bariera sporti, dhe sporti po e përsëris është historia më e mirë në Republikën e Kosovës. Kur ta shiqosh kontributin e sportit për shtetin, shteti u mundu me ja kthyë dhe janë bërë disa hapa jashtëzakonisht të rëndësishëm, siç janë shpërblimet e përhershme, shpërblimet aty kur fitohet medalja olimpike, pastaj ligji për sponsorime. Mirë po, shteti duhet të bëjë edhe më tepër për ndërtimin e infrastrukturës sportive, për përgatitjen e njerëzve që të na përfaqësojnë në arenën ndërkombëtare.